duhet kemi parasysh është dhe një pretendim i liderëve i Netanyahu në këtë rast, i liderëve izraelit, për sa i përket sundimit në rajon. Domethënë kemi një pretendim të Izraelit që të marri rolin e liderit në rajon, po themi në këtë rast, dhe normalisht po themi objektivi primar ngelet Irani, duke pasur parasysh dhe pretendimet për zhvillimet e mëtejshme ushtarake për sa i përket armëve bërthamore, domethënë janë akuza këto që kanë vazhduar eci ndër vite, dhe si të tilla ishte një situatë e cila pritej, po themi, në disa aspekte që në një moment ose një tjetër të kishte një përshkallëzim të konfliktit. Normalisht ajo çka ka ndodhur këto 4 ditët e fundit, po themi, e tekalon paksa, po të marrim parasysh sa statistika të vogla, domethënë në këtë rast, po të shohim për sa i përket Izraelit kemi diku tek 24 të vrarë nga bombardimet iraniane, qindrat plagosur, normalisht në gjendje lufte, diçka shumë e rëndë. Por ama nga ana tjetër, për sa i përket Iranit kemi mbi 200 vrarë, mijëra të plagosur, pjesë e madhe e popullsisë që po i drejtohet kufirit me Turqinë, domethënë është diçka që mund të shkojë përtej konfliktit rajonal. Ishte e pritshme të paktën lidhje një sulmi të tillë, a kanë pasur informacione Irani, sepse duket në anën tjetër mediat flasin që Mossadi ka bërë një super operacion para se të niste revanshin ushtria izraelite. Pra ka mbledhur informacione bashkë me shërbimin sekret të Izraelit, ka pasur informacione detajuar dhe në anën tjetër kanë kuptuar që Irani ka pasur një dobësi në anën ushtarake dhe pse flitej në fakt që fuqi bërthamore, flitej por nuk po shohim asnjë prej fuqive bërthamore apo atë pompozitet që transmetoi nga media për Iranin, duket se tashmë dhe Irani është gjendur i papërgatitur. Atëherë pretendohet, ka dalë një prononcim i pjesës Izraelit për arritjen e supremacisë ajrore në territorin iranian. Domethënë tashmë trupat ajror izraelian mund të operojnë të qetë, po themi, në territorin iranian për sa i përket bombardimeve të mëtejshme të tjera. Është e ditur, Mossadi, shërbimet sekrete izraeliane janë ndër shërbimet sekrete elitare në nivel botëror, normalisht është proceduar me marrë informacioni, është diskutohet që është marrë dhe një vizë, po themi, e presidencës amerikane para se të procedohet me bombardimet. Është marrë një konsensus, po themi, në heshtje, në korridoret e shtëpisë bardhë, duke që mos qenë publike. Domethënë, ky avancim i Izraelit nuk është i befasishëm, po themi, është diçka që është planifikuar normalisht. Për sa i përket pretendimeve për armët bërthamore, ky është një diskutim që ka zgjatur ndër vite. Akuzat kryesore që i drejtojnë Iranit janë akuza për pasurimin e uraniumit, nuk ka akoma akuzat të qarta specifike që Irani të ketë në përdorim armë bërthamore. Në të tilla situata, deri në këto momente të paktën sipas informacioneve që ne kemi në media apo që na vijnë, duket se disa prej generalëve kryesor të Iranit tashmë ose të Ajatollahu tashmë ka ndruar jetë, mund të ketë pas një dekonspirim nga brenda apo ka pasur informacione të mirë detajuara të shërbimit informativ izraelit për vendodhjen e tyre, sepse duket që në momentet e para sa ka vepruar Izraeli, ka vepruar me informacione për goditur pikat kyçe, pra edhe për të demoralizuar ushtarët e tjerë, sepse nëse ti vret një prej generalëve më të rëndësishëm apo drejtuesin e gardës, atëre gjëja e parë moralisht i rrëzon ushtarët iranian. Atëre, këto janë, po themi, procedura strategjike që zbatohen në rast të lufte. Shërbimi sekret izraelian i ka dhënë provat që në rastin e Hamasit
të kujtojmë një sulmi befasishëm, po themi me biperat, cilët u manipuluan, ju vunë eksploziv. Shërbimi sekret izraelian është i shquar për operacionet e veta kirurgjikale. Ka një histori që vjen që mbas luftës së dytë botërore. Shërbimi sekret izraelian ka ndjekur liderët ushtarak nazist në mbar botën. Normalisht kapacitetet i ka që të arrijë të zbatoj operacione të tilla. Normalisht, për sa i përket pjesës drejtuese ushtarake, generalëve, këto janë individ që cilësohen si objektiv strategjik. Domethënë, janë individët drejtuesit ushtarak, janë dhe pjesa e infrastrukturës, kazermat, ndërtesat, rrugët e tjerë, domethënë që janë cilësohen si objektiva strategjik. Të parët që goditen janë pikërisht këto. Pretendimet që lindin në këto momente është se në Iran po goditen dhe objektiva civil, domethënë pretendohet se janë goditur spitale, televizione, publikua para pak orë. Sepse kanë qarkulluar nëpër media. Këto janë evente që krijojnë destabilitet në nivel ndërkombëtar, sepse kalojmë, po themi, cakun e asaj që lejohet, po themi, në rast e lufte. Në këtë situatë që tashmë është një situatë mjaft e komplikuar dhe mjaft e nxehtë. Në anën tjetër, si po veprojnë dy prej liderëve kryesor, në anën tjetër Vladimir Putin, në anën tjetër Trump, po kemi edhe presidentin kinez Xi Jinping, i cili është mjaft aktiv në këto momente. Çfarë informacionesh mund na japësh pak më shumë? Ka pasur një telefonat midis Trump dhe Putinin. Në fillim u tha ishte për ditëlindje, më pas vetë në anën tjetër Trump tha do të kemi edhe do të ulemi për negociata. Ka vazhdimsi në biseda apo çfarë priten ditën vazhdim të pajtën edhe nga kontekstet historik dhe politik? Që duhet të ketë bisedime në nivel ndërkombëtar për sa i përket atyre që i njohim si fuqitë e mëdha, në raste specifike Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Anglia, domethënë pjesë e Europës, janë shumë aktiv në momentin që kemi të bëjmë me konflikte të kësaj shkalle dhe për më tepër flasim dhe për një zonë që ka interesa strategjik. Domethënë bëhet fjalë për një konflikt aktiv në një zonë që mund ndikojë në ekonominë botërore. Dhe është një situatë në cilën është mëse normale të ketë bashkëbisedime. Ajo çka është më e rëndësishme në këtë moment është samiti G7 që po zhvillohet në Kanada. Është publikuar një draft rezolut e G7-s që deri diku i fton palët për qetësimin, për një arpushim, diçka që është edhe kontestuar, domethënë kemi një mos firmë të presidentit amerikan që nuk ka dashur të firmosi këtë draft rezolut. Kemi një pozicion tjetër të liderëve amerikan që po themi i ka dalë në krah Izraelit në mënyrë të qartë. Për sa i përket aspektit strategjik, para pak orësh është vendosur një avion naftëmbajtës, po themi, që përdoret për të rimbushur avionët luftarak, është vendosur pikërisht në zonën në fjalë, domethënë në afërsitë Izraelit, gjë që mund të interpretohet domethënë deri diku si një marrje masash, po themi, nga pjesa e ushtrisë amerikane. Nga ana tjetër, si Kina dhe Rusia janë shprehur që në ditët e para që kërkojnë një zbutje, po themi, të situatës, kërkojnë armpushim, diçka që pritet pikërisht duke pasur parasysh dhe interesat gjeopolitik ekonomik, po themi, të rajonit. Nga ana tjetër, pak më parë është kërkuar nga liderët iranian, janë përdorur vendet e lindjes mesme si Katari, po themi, janë përdorur si ndërmjetës për të bashkëbiseduar me presidentin amerikan për të kërkuar, po themi, një ndërmjetësim midis palëve që të arrijmë në një armpushim. Në kontekstet e gjeopolitikës, Ballkani çfarë rrezikon? Atëherë, rreziku primar mund të mos ta quajmë të drejtë për Ballkanin, po
vala e qytetarëve iranian që janë drejtuar kufirit me Turqinë. Dihet që në raste të tilla, në raste konflikti, pasojat më të mëdha i vuan popullsia civile. Po. Në të tilla raste kemi një përshkallëzim të emigracionit. Dhe normalisht kufit e parë janë pikërisht pjesa e Turqisë, Kipro, Greqi, Itali, domethënë mund të kemi, po themi, një rritje të emigracionit të masë që do ndikon në aspekte sociale dhe në rajon. Ama nga ana tjetër, interesat gjeopolitik në tilla raste ndikojnë dhe në marrjen e qëndrimeve të fuqive të mëdha. Në rastin specifik të Ballkanit kemi të bëjmë qartazisht Rusia dhe Amerika. Domethënë është marrë shkryer një marrëveshje midis Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë. Po. Domethënë është diçka që duhet analizuar, po themi, në detaje, sepse një marrje pozicioni të tillë e Shteteve të Bashkuara kundrejt Serbisë i jep paksa pompozitet, po themi, Serbisë. Në këtë kontekst, vëmendja ndaj Ballkanit paksoi